Në çdo qytet ka një vend ku historia nuk rrëfehet vetëm përmes librave, po pulson nëpër mure, në ajër që na rrethon dhe në heshtjen që flet më shumë se zhurma e përditshme. Për qytetin e Tetovës, ky vend është Xhamia Eski, një nga dëshmitë më të hershme dhe më të çmuara të trashëgimisë islame dhe osmane në Maqedoninë e Veriut. E njohur ndryshe si Xhamia e Vjetër, ajo qëndron sot jo vetëm si objekt i adhurimit, por si një monument që bart në vetvete gati 6 shekuj histori. Në këtë reportazh do të zhytemi në historinë e kësaj xhamie, do të eksplorojmë ndikimin e saj shpirtëror për qytetin e Tetovës dhe do të dëgjojmë historitë e atyre që janë rritur në hijen e minarës së saj, që kanë falur, mësuar dhe medituar brenda mureve të saj. Për të gjitha na përgjigjet Durim Luma, këshilltar i xhamisë. Atëherë, zotëri Durim, na tregoni pak më shumë për historikun e xhamisë Eski apo Xhamia e Vjetër, që nga cili vit daton apo shekulli dhe kush e ndërtoi këtë xhami? Do me thonë, sipas të gjitha dorëshkrimeve që i kemi hasur në historikun ton, pra të kësaj xhamie, kjo xhami është ndërtuar në shekullin 15 me emrin atëherë Atik Xhami, që Atik në arabisht është e vjetër, apo Eski Xhami gjatë perandorisë osmane, që në shqip do të thotë xhami e vjetër. Është një prej xhamive më të vjetra në Maqedoni, kurse më e vjetra këtu në Tetovë. Sipas historikut të kësaj xhamie, kjo xhami është ndërtuar në shekullin 15 nga Isa Beu atëherë, dhe gjithat histori 600 vjeçare apo 6 shekuj, qytetarët e Tetovës e kanë përjetu këtë xhami me disa ndryshime, disa përmirësime për fat të keq që janë bërë disa përmirësime në të kaluarën që e kanë humbur origjinalitetin e xhamisë. Pra, sa i përket historikut ne këto fakte i dim dhe Këshilli i Xhamisë në vitin 2022 vendosi që të bëj rikonstruimin general të kësaj xhamie, duke u mbështetur në faktet apo historikun e xhamisë sa i përket dukjes apo pamjes së kësaj xhamie, dhe ne jemi munduar normalisht në bazë mundësive tona që këtë xhami t'ia kthejmë origjinalitetin të cilin e ka pas gjatë ndërtimit të saj pra në shekullin 15. Pra, kur thash që disa herë është intervenuar këtu, në këtë xhami, 2 intervenime janë bërë trashanike të mëdhaja. Në shekullin 19 është mbuluar kubja, pra kjo xhami ka pas kuben e vet me disa kube të vogla, ku i është venduar kulmi, pra kulmi klasik i jon, pra kjo ka ndodhur në shekullin 19, dhe në shekullin 20 të viteve 60 është bërë edhe një intervenim ku është zgjeruar në anën e parë me xhamisë, mirë po për fat keq janë mbuluar shtyllat të cilat xhamia i ka patur si në ndërtimin origjinal të saj. Duke u bazuar në këto 2 fakte, ne u munduam që këto 2 elemente t'ia kthejmë, pra këto origjinalitete t'ia kthejmë kësaj xhamisë, dhe kemi intervenuar te kulmi, ku është ndërtuar kubja përsëri me 4 kube të vogla, dhe është hapur pjesa e parme që të duken shtyllat kryesore të cilat kjo xhami i ka poseduar. Xhamia Eski apo Xhamia e Vjetër ka kaluar në shumë faza të ndryshme të sundimeve të ndryshme. Sa ka qenë e vështirë në fakt të arrihet deri në këtë gjendje që është tani? Po gjithsesi, do me thënë, gjatë perandorisë osmane kjo xhami ka funksionuar në bazat të shtetit të atëhershëm. Kurse pas luftës dytë botërore, pra pas ardhjes së komunizmit apo socializmit në atë kohë, ka patur elemente problematike për të ndoshta edhe për të rënuar kjo xhami, mirë po për fat të mirë tonin, kjo nuk ka ndodhur. Nuk e di sa e din shikuesit tuaj apo opinioni publik që në qendër të Tetovës është rënuar një xhamia kryesore qendrore e Tetovës, mirë po xhamati atëhershëm është solidarizuar dhe e ka ruajtur këtë xhami, pra nuk ka ndodhur që në qendër qytetit pasi graviton në një
ambient jashtëzakonisht strategjik, pra është xhami qendrore e Tetovës dhe kjo xhami e ka përjetuar atë problem dhe falë Zotit ne do me thonë e përdorim këtë xhami dhe qytetarët bëjnë lutjet e tyre apo të gjitha veprimet sa i përket jetës islame. Po ashtu duam të dim pak a shumë sepse edhe xhamia eski rikonstruimin e saj të fundit e ka kaluar para disa viteve. Përfundimisht ka mbaruar në vitin 2023, nëse nuk gabon. Na tregoni pak për mbështetjen, cila ishte iniciativa kryesore, nga kush erdhi iniciativa kryesore për ta rikthyer gjendjen e saj të vjetër, mirë po edhe për të ruajtur gjithmonë edhe origjinalitetin e saj. Do me thënë, në këtë xhami gjeneratat të ndryshme kanë kontribuar, kanë vepruar, ashtu ne si që i quajmë këshillet e xhamive, të cilët janë kujdesur për mirëmbajtjen e xhamisë. Pra të gjitha gjeneratat kanë bërë kontributin e tyre, në përjashtim të atyre që i ceka më herët që pak a shumë ja kanë humbur origjinalitetin, mirë po, ne pasardhjes tonë në vitin 2018, pra këshilli i momental që është në xhami, i vetmi qëllim i yni në angazhim për këtë xhami ka qenë mu rikonstruimi i xhamisë. Do me thënë, po që se e shikoni xhamia të gjitha objektet tjera i ka patur të ndërtuara, pra gusulanën e ka të rregulluar, mektepin e fëmijëve e ka të rregulluar, oborin e ka pas, mirë po ne gjatë rikonstruimit rindërtuam edhe njerë oborin dhe ne vendosëm muret e xhamisë janë shumë bukur të ndërtuara. Pra këto ka ndodhur para vitit 2018, kurse pjesa kryesore, pra xhamia ka mbetur pa u rikonstruar, edhe pse ka pas iniciativa të ndryshme, mirë po fati deshtja apo Allahu na boni neve nasip që këtë punë ne ta organizojmë, pra Këshilli i Xhamisë që numëron 7 antar, bëri iniciativën kryesore, bërë matjet, kërkesat në komunë, do me thonë gjithçka ka ecur në mënyrë institucionale, matjet në Fakultetin e Ndërtimtarisë Shkupit, do me thonë sa mund të kjo xhami të preket apo të intervenohet, dhe pas këtyre angazhimeve tona, për fat keq atë vit 2020 ishte pandemia dhe ne anuluam atë periudhë, kurse në shtator të vitit 2022 filluam rindërtimin e xhamisë dhe në një periudhë jashtëzakonisht të shkurtër për 6 muaj, ne në mars të 2023 apo në prill të 2023 për Ramazanin e vitit 2023 e lëshuam përdorim këtë xhami. Ka ecur puna shumë mirë, do me thonë edhe pse ka qenë dimën, ne nuk kemi përjetuar ditë vështira të ftoftit edhe të borës, pasi ju e dini se Tetova është rreth sharit dhe ka një klimë jashtëzakonisht ftohtë, mirë po ne mendojmë se Allahu na e bëni nasip që edhe koha të mbaj, edhe punëtorët kanë punuar pa ndërprerë, për 6 muaj ne e rindërtuam xhamin, që për ne edhe për qytetin e Tetovës ka qenë një, si të them, një sukses jashtëzakonisht i madh. Kurse gjithë kjo ka sjell apo është arritur në sajt të angazhimit apo kontributit të qytetarëve tanë, të xhamatit tonë, të kompanive tona këtu në Tetovë, të cilët kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë që kjo xhami të rindërtohet, dhe unë falenderoj në emër të Zotit dhe të Allahut që atyre t'ua pranon këto, si themi ne, sadaka apo këto ndihma, dhe nuk kemi pasur asnjë problem as në aspektin material, financiar, kohor e kështu me radhë. Do me thënë, të gjithë ato që kanë ndihmuar, dikush kanë ndihmuar me mjete financiare, dikush me punën që ka bërë, pra shumë mjeshtri kanë punuar vullnetarisht. Kemi pasur donacione edhe nga Turqia, një pjesë, do me thënë, të hutbes, të pjesës atje ku Hoxha
bën dersin dhe pjesës së galerisë, të gjitha këto një kompani turke me preardhje sigurisht tetovare na kanë ndihmuar që këto t'i realizojmë, kurse nëse doni të përmendi emra, donacionin kryesor apo jashtëzakonisht madh e ka bërë kompania Kiper e Tetovës, dhe unë falenderoj edhe atë kompani që ka dhe kompani tjera, mirë po bara kryesore ka ratë e kompania Kiper. Njëkohësisht duam të dim se ka shumë xhami në vendin tonë, në Republikën e Maqedonisë, ku kanë të themi pak më shumë famë apo janë më të njohura. Sa mendoni që vlerësohet xhamia Eski? A duhet qytetarët janë më të informuar për historikun e saj? Po sigurisht se po. Do me thënë, kjo xhami për shkak të intervenimeve që i përmenda më herët shekullit 19 dhe 20 e ka humbur atë originalitetin e vetë dhe nuk është ruajtur në mbrojtje të sistemit. Xhamia e Larme gjithsesi është një prej monumenteve kryesore islame këtu në Tetovë dhe është në mbrojtje të shtetit, pra kjo është përparësia e xhamisë Larme. Ne mundohemi në këtë drejtim që këtë xhami ta afirmojmë, pasi kanë filluar të vinë edhe vizitorë të cilët intereson, të cilët deri më tash nuk e kanë ditë se kjo xhami është më e vjetër në Tetovë. Gjithsesi shumë prej të huajve apo vizitorëve apo edhe qytetarëve të Tetovës kanë menduar se xhamia e Larme është xhamia më e vjetër, mirë po historia tregon një gjë tjetër. Ne mundohemi që ta afirmojmë këtë xhami. Vizitor kemi, mund të them jam i kënaqur me vizitorët që vinë, vizitor regional, po ditëve të xhuma edhe ditën e Bajramit, pra në lutjet kryesore që bëhen gjatë ditës së premte, kjo xhami mbushet përplot. Afërsisht sa persona mund të kryejnë lutjet e tyre? Po shifni, tash obori jonë është jashtëzakonisht i madh edhe gjatë prej pranverës deri në Vjesht, ne shfrytëzojmë edhe oborin ton, kjo mbushet e gjitha, jo vetëm brenda, po edhe jashtë obori. Të gjithë, pra thash që xhamia Eski apo xhamia e vjetër është në qendër të qytetit dhe graviton shumë afër institucioneve ndryshme, qendrës qytetit, pazarit apo tregut qytetit, të gjithë këto besimtar, ditën e xhumës mblidhen, shumica prej tyre mblidhen këtu në këtë xhami. Pra është një numër jashtëzakonisht i madh që vizitojnë këtë xhami. Zotëri Durim, për fund, cili do të ishte mesazhi juaj për të gjithë qytetarët për të ngritur në fakt më shumë vetdijen dhe historikun e kësaj xhamie, për të interesuar më shumë, mirë po pse jo edhe të vizitohet nga ata që ndoshta deri më tani nuk e kanë vizituar dhe të kryen lutjet e tyre, meditimet e tyre fetare islame. Po, gjithsesi ju e thatë atë që mendojsha unë ta them. Ju falenderoj për këtë intervistë në fillim, që unë besoj që edhe kjo intervista, po ky reportazh do të ndikojë te qytetarët të cilët do të njihen me historikun e kësaj xhamie. Do me thënë, ne presim që qytetarët apo bashkëkombëtarët, bashkëfetarët tonë të vazhdojnë ta vizitojnë këtë xhami, në të ardhmen të interesohen. Ne për momentin ky këshill është gati në fund të mandatit dhe ne besojmë që edhe gjeneratat tjera të cilët do të vinë të veprojnë apo të kujdesen për këtë xhami do të bëjnë punën e mirë, besoj edhe më të mirë se ne, dhe kjo xhami siç ka ekzistuar dhe qytetarët apo besimtarët e kanë përdorur 6 shekujt në të kaluarën, ne besojmë se edhe shumë shekuj tjerë kjo xhami do të jetë në funksion të besimtarëve. Xhamia Eski në Tetovë është një dëshmi e gjallë e historisë, kulturës dhe besimit të komunitetit musliman të qytetit. Me kalimin e shekujve, ajo ka kaluar nëpër periudha ndryshimi dhe restaurimi, duke ruajtur gjithmonë esencën e saj origjinale. Përpjekjet e fundit për restaurimin e saj synojnë të ruajnë pamje autentike, duke integruar elemente moderne që i japin jetë të re këtij monumenti të çmuar. Xhamia Eski është një simbol i qëndrueshmërisë dhe identitetit fetar të Tetovës dhe një trashëgimi që duhet ruajtur dhe promovuar për brezat e ardhshëm.
Sa thire to ke zan, disa djeli të rezo, la ilaha illa Allah, ka me u than, kanë dëshirar miq të fes, me najnë zjerë faqën e zes, na nënçmojnë ofendojnë, e na prejnë bes. Të sulmojnë e robërojnë, të njëmbosin si të dojnë, por ti qëndrojnë. Se ti e feja e vërtet, e ndriqove për njerëzimin selamet, në gjoko gjithër jekon, hapi rezeti moj dri, e rësirën ti godi, dritën tane, zotje shto, anem ban zemra qliro, të shikojnë gjdo her me frik, gjoja ti e felik, dhe se ti për botën bar, je rezik, e vërteta u pengon, andaj duan të mbuloj, e të mveshin gjdo ndytësi, të shtrembëroj, të sulmojnë e robërojnë, të njëllosin si të dojnë, por ti qëndrojnë. Se ti e feja e vërtet, e ndriqove gjithu një, për njerëzimin selamet, në qdo kohë gjithher jekon, hapi rezeti moj dri, e rësirën ti godi, dritën tane, zotje shton, anem ban zemra qliro.